Fatkeqësisht Recep Daci u plagos shumë rënd, edhe Altini u vra në vendin e ngjarjes aty. Recep Dacin e kum kap këtu nga jaka, e kum tërhek këtu janë 10-15 metra. Unë jam shkelzen Adërgjunaj, për fshatit Prokullok. Altinin e kum njoftë edhe për shkollë, ka qenë një gjenerat para meje. Edhe me Altinin jemi bashku në 14 maj 1998, kur në themelimin e njësisë speciale Shqiponjet e Zeza jemi konë me një grup përbashkë. Krejt pjesëtarëve të njësisë që kanë qenë, çdo njëri e ka pas të mirën e vetë, sa më të pozitive. Altini ka qenë shumë djalë aktiv, shumë sportiv, edhe Altini ka qenë në atë kohë, ka pas pak a shumë njëri për punën e gjujtër, se u marë ka pak me gjëti. Me themelimin e njësisë, na kanë dërgu në vendet ku ishe nevojshme. Edhe në kohën e ofenziva, ishim disa pjesëtar të njësisë ishim prej Lep, disa ishim në përfshatër atjerë, në Baballaq, Shaptej, të Suka Biteshit, edhe është arë një urdhën për më shku në Vaksh. Edhe jemi shku në Vaksh, edhe jemi në Vaksh e kemi gjetë të na prit Murat Mazdrekin edhe Binak Mazdrekin. Edhe jemi caktuar për pikat ku ishin aty, edhe me datën 3 në mbrëmje, me datën 2 në mbrëmje jemi mbledh në një shtëpi aty të nitajt në Dranac, në Vaksh, jemi mbledh dhe kemi bërë një plan për me bërë një sulm. Një sulm të disa baza të forcave serbe që ishin vendosur në fshatin Pobergj. Edhe e kemi bërë planin pikat shkurta se si do ta aktivizojmë aksionin tonë. Në atë ofenziv ose në atë sulm kemi marrë pjesë për afërsisht 10 pjesëtar të njësisë, 1-2 fshatit Pobergj për me na tregu rrugën, edhe kemi shku të vendi kur ishin forcat serbe të vendosur. Edhe kemi bërë një farë forme si aty për me shtisi në rreth për punë mës me mujt me na u largu shumë, për me pas ata veç i shteg për me ikë. Atëherë e kemi bo sulmin, një pjesëtar të njësisë e kemi qit një pikë anën e kundër, ai ka bo sulmin i pari, na kemi fillu nga kja ana kënenaj. Edhe aksioni ka qenë shumë, unë mendoj, kjo është mendimi personal, ka qenë shumë i suksesshëm te në momentin e ramjes së Altinit. Para se me ndodhë rasti, imi afru të ofër një shtëpie me Recep Dacin, Altin Haskin edhe unë. Ofra borit shtëpisë aty, kanë qenë disa kështoja, edhe aty imi afru të shtëpia të mendu njëherë se së shkukush aty. Po aty që në konë në katën e 2 vendosën, forcat serbe, edhe na kanë sulmu nga kati 2 pej dritarës, shtëpia s'ka pas dritare. Edhe kanë gjujt me një kontrajror kundrej kumësëries, në atë kohë, u qujke si petit, si theshim në atë kohë. Edhe fatkeqësisht Recep Daci u plagos shumë rënd, edhe Altini u vra në vendin e ngjarjes aty. Historia krejt njësisë e ka titullin kryesor se është dëshmori i parë që u vra i njësisë është Altin Haskaj edhe Recep Daci si janë plagos. Domethënë çdo gjë të na në momentin e duhur ka ndryshuar tani se e hupëm një api shokëve më të mirë, edhe në u plagos një që kishim shumë të fortë dhe Zotin. Edhe tani na kemi vazhdu çdo ditë
A i tërhes trupin për aty të ishte vështirë? Jo, s'kemi mujtë trupin me tërhek nga aty. E kemi tërhek Recep Dacin e plagosur, se ka qenë 2 kom të plagosur. Recep Dacin e kum kap këtu nga jaka, e kum tërhek thuja një 15 metra. O shkon aty një farë vije ose lugë, si thojnë, ku kanë ngrejt dru ose lonë aty, maltar, dhe kum shu aty, atëherë më kanë arë shok për me ndimu me tërhek Recep Dacin. Atëherë kemi formu një farë lese nga dru që kemi prej në mal, e kemi bo një lesë, se zguzeshme me kap nga kom, se 2 kom t'i ka pas të hupne, edhe ja kemi lidh me mërtaja, ja kemi bo si bazament për mja majtë kom, edhe e kemi tërhek Recep Dacin prafërsisht 2 orë ose 3 rrugë për me pru, tejte një makinë për me mujtë me pru në spital me jepë ndihma parë. Altinin mas shumë kohë e ka gjetë njën Altinit, një në shkua kanë gjetë aty edhe e kanë me një qëndë krahë, e kanë palosë në qëndë edhe e kanë pru, e kanë borros. Të në mas lufte, kemi bërë rivarrimin e ti edhe kemi pru të dëshmore tjerë.